Alak do të thot moral, zakon dhe tipare. Një pjesë e moralit quhet moral i bukur, sepse është sublime dhe vlerësohet. Të tilla si përulja, guximi, syri i ngopur, bujaria, drejtësia e të tjera. Pjesa tjetër quhet morali i zemime apo morali i keq, sepse është i shpifur dhe i turpëruar, siç janë shpifja, arroganca, lakmia, gënjeshtra, prapambetja e të tjera. Rëndësia e moralit është mbi çdo gjë, mbi mendimet, ëndrat e të tjera, sepse mbi jetesa e njerëzimit bazohet në moral. Vazhdimi i njerëzimit në një rreth të pastër, rendi dhe arritja e lumturisë dhe përsosmërisë është vetëm për shkak të moralit. Morali i mirë është aq i vlefshëm sa i jep një jetë të ndryshme lagjës në të cilën ndodhet dhe e rrit personin që e mbart atë në grada më të larta. Heqja e moralit të mirë është katastrofa më e madhe. Në vendet e privuara nga morali, dielli i virtytit nuk lind, yjet e lumturisë nuk shkëlqejnë, burimet e përparimit nuk ziejnë, lulet e virtytit nuk lulëzojnë dhe qytetërimi i vërtet nuk mund të shihet. Jeta shoqërore e njerëzimit është një dëshmitare shumë e mirë për vlerën dhe rëndësinë e moralit. Kur shikojmë historinë, mund të shihet se periudhat më të lumtura dhe më të përparuara të kombeve të ndryshme përkon me kohrat kur ata kishin moral. Përkundrazi, kohrat kur ato ishin të mjerueshme dhe të shkatëruara, përkuan me kohrat ku ato u distancuan nga morali. Për këtë arsye, feja jon, Islami, i ka dhënë vlerë të madhe moralit. Resulullahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: O Zoti im, unë dua shëndet, mirëqenie dhe moral të mirë nga ti. Përsëri i dërguari i Zotit tha: Më i madhi i krijimeve të Allahut është morali i bukur. Lumturia e njeriut është një gjendje e mirë. Dispozita e keqe llogaritet edhe si gjëja më e keqe e një personi. Këto hadithe të bekuara janë të mjaftueshme për të treguar madhështinë e moralit.